sepse shoqëritë kështu ndryshojnë, sepse ne nuk mund të shpikim rrotën, sepse në Greqi grekët në 2003 e krijuan Sirizën, e krijoi Tsiprasi, në 2004 ngaroi mori 3.3% të votave, vetëm 3.3, ne kemi marrë 4%. Dhe në 8 vite Tsiprasi udhëhoqi qeverinë e Greqisë pastaj për ta çuar në një ndryshim, për ta hequr nga kriza e meradhë. Është një proces, po më thoni që nuk ju erdhi keq që nuk e morët mandatin e deputetit. Sonja Meloni në 2012 krijoi Fratelli d'Italia. Në 2013 ngaroi dhe ka marrë vetëm 1.9% të votave në Itali. Brenda 8 viteve mori drejtimin e qeverisë italiane. Ky është një proces. Ne kemi keqardhje për shumë gjëra. Keqardhja më e madhe është tradhtia e një bashkëpunëtori që unë nuk e kam besuar kur që do të ndodhte. A kam pishmëndje në këtë drejtim? Jo, sepse e kam bërë me sinqeritet, me besim, dhe në jetë ecet edhe duke dhënë besim, edhe duke dhënë sinqeritet, dhe Shqipëria ka nevojë për një model politik të ri që jep dhe besim dhe sinqeritet. Për listën e hapur, nëse do të garoni në listat të mbyllura, sot do të ishi deputet i pari në listën e mbyllur. Po unë dorë kisha, s'ma mbajti njëri dorën, se unë i kam firmos ato. Po të them dhe një. Kishit bindjen se edhe në listën e hapur, ju do të fitonit mandatin, apo jo? Po unë e fitova mandatin listën. Po pra, po, kështu siç ndodhi tani nuk e kemi. Jo, them, a e fitova? Tjetër gjithë çdo bëja, po formalisht e fitova në kuptim të numrave. Po, të numrave po. Tani, dhash besim, u tradhtuam, po tani, unë më shumë se Jezu Krishti nuk jam tani, se do biri Perëndis se tradhtoi Juda Iskarioti. Tani s'ka, kjo, a duhet të dëshmërojmë? Jo, duhet të ecim përpara. A ka vend për të ndaluar? Jo, ka vend për të vrapuar edhe më shumë. Po ky është proces. Shqipëria së nesërmes do ketë një brez politik ndryshe nga ky që është sot. Dhe njerëzit duhet të zgjedhin. Çka kam bërë? Kam bërë një tur punë që jam tradhtuar. Jo, tur bën ai që tradhton, jo ai që tradhtohet. Dhe çdo njeri që më dëgjon duhet ta kthejë te vetja. Mund ta tradhtojë në punë, mund ta tradhtojë në një marrëdhënie familjare, mund ta tradhtojë në biznes, mund ta tradhtojë në politik. Kjo nuk do të thotë që ne ta vrasim besimin dhe të ndalojmë. Edhe një pyetje fundit. Nëse unë do të ndalja, më falë nderuar. Nëse unë do të ndalja, ky do të që gabimin fatal. Pse? Sepse do të jepja mesazhin e gabuar në popullat që shiko, nuk e ka pas seriozisht, apo shiko u lodh, apo shiko, jo. Ne po vazhdojmë dhe çdo ditë jam takime me qytetarë dhe nuk do ndalojmë sepse kjo nuk është çështje karriere. Kjo është çështje i modeli që ne duam ta sjellim. Dhe fillimisht ata që duan të sjellin modelet kryqëzohen, lidhen, futen në turrën e druve, është toka rrumuak, tha i burri, edhe e morën dhe e lidhen turr të druve. Edhe një pyetje fundit fare Adriatik, meqense përmendet vazhdimisht fjalën tradhti, pse mendoni se ju tradhtoi? Pasi ju nuk merrem më është muhabeti te kaluar, është çështje te kaluar thjesht. Jo, e di që është te kaluar, po tani kanë kaluar disa muaj, ndoshta me një gjykim më të ftohtë. E them fjalën tradhti sepse e tillë është. Po pse? Unë personalisht nuk do ta bëja kurrë këtë gjë dhe nuk e kam bërë kurrë në jetë, sepse ato lista i kam firmos unë në fund. Po. Në fund, para se të dorëzoheshin, në minutat e fundit, firmos unë. Dhe nuk i sheh njeri. Firmos kryetarit i çdo partie. Dhe ka personin e autorizuar për në KQZ dhe i dërgon në KQZ. Dhe po të kisha qoftë një presje hileje ndaj dikujt, do e kisha bërë siç dia vet, siç duhej për të qenë pragmatist. Jo, atë që kam thënë e kam bërë dhe i kam dhënë palës tjetër dhe garancinë e listat të mbyllura, se unë po të qepja listën e mbyllur vetëm me njerëz të mi, të partisë tonë. Pra ka pas vetëm dëshirë të mirë që te qytetarët të jepej ky model. Tani, a janë të mërzit qytetarët për këtë? Unë në këtë rrugë kam vetëm një trishtim. Vetëm një gjë që kam unë është që më kanë mërzitur njerëzit të cilët me gjithë shpirt kanë dalë kundër sistemin dhe na kanë votuar ne, dhe kjo është vetëm një gjë për të cilën unë ndjej edhe më shumë vendosmëri për t'u treguar që nuk u ka shkuar dëm, përkundrazi. Keni hedhë themelet e një rrugë e cila ndoshta nuk e fitoi këtë luftë, këtë betejë të parë. Po janë betejat e radhës dhe lufta që duhet fituar. Kështu që